Babagjyshi i vitit të ri. Natën e vitit të ri në orën 11 mbrëmjes, babagjyshit i mbërritën disa letra. I lexoi të gjitha një për një. I kishin shkruar 10 vogëlush. Të gjithë kërkonin nga një bredh, pasi prindrit e tyre nuk ishin mundur t'u blinin. Brenda letrave kishte edhe nga një kartolinë me urime për babagjyshin. Ai u gëzua shumë nga dhurata e fëmijëve. Asnjë nuk kujtohej për to. Të gjithë ata që i shkruanin veç se i kërkonin diçka. Çamarokët janë kujtuar vonë. Si t'ja bëj të gjej 10 pemë dhe të shpërndaj ato shpejt në 10 shtëpi të ndryshme? U futa ai në mendime. Kishte përfunduar të gjitha përgatitjet për atë natë. Tani duhet të gjente një mënyrë që të mund të plotësonte dëshirën edhe këtyre vogëlushëve. Trokiti në orën e botës. Të lutem, ndaloj orët e gjithë botës për pak minuta. Në këtë mënyrë unë do ta plotësoj dëshirën të gjithëve fëmijëve. I tha ai. Unë mund të ngela kripat, por jo kohën. Nuk mund të ndal rrotullimin e tokës dhe lindjen e diellit. Ja ktheu ora e botës. Nuk dua t'i lë vogëlushët pa plotësuar dëshirat. Pshërëtiu babagjyshi i shqetësuar. Babagjyshi i vitit të ri nuk ka dashur kurrë dhurata. Njëherë që kërkoi do ja plotësojmë dëshirën. Foli një bredh i cili sapo mbaroi fjalën lëshoi xixa. Prej tij dolën 10 bredha të tjerë. Ho ho ho, qeshi babagjyshi. Këtë vit po më bëjnë edhe mua shumë dhurata. Pa humbur kohë, mori 10 bredhat, thesi me lodra dhe u nis për udhëtim. I fsheu lodrat e fëmijëve poshtë jastëkut, ndërsa bredhat i vendosi poshtë xhakut. Kur trokiti ora 12 e mbrëmjes, babagjyshi kishte mbaruar të gjitha punët e menduara për atë natë.